për siguri, por mund të përdoren edhe për mësimin. Sa afër është bota, zoti Prenga, me një përshkallësim që ndoshta mund të prek drejt për drejt Europën? Unë mendoj që Evropa tashmë është e prekur në mënyrë të drejt për drejt apo indirekte, është e prekur për sa kohë bazat amerikane, kudo që janë vënë në dispozicion, por kanë kontributet e tyre pa çka se çfarë deklarohet nëpërmjet liderëve të tyre politik, sepse duan të ruajnë balancën dhe ekuilibrat mes mbështetësve që kanë në vendin e tyre dhe kanë hall mos humbasin për krahin dhe mes detyrimeve që kanë për NATO-n. Jam i bindur që vendet e fuqishme siç janë Gjermania, Franca, Mbretëria e Bashkuar, tashmë janë prezant, pa çka se jo me fuqinë e duhur dhe jo të deklaruar, por janë prezant nëpërmjet ajrit dhe detit në mbështetje të situatës që është krijuar në lidhjen e mesme ose më saktë mes Izrael, Shtetit Bashkuar dhe Iranit. Detyrimisht që edhe vendet e rajonit janë të përfshira, por nuk kanë reaguar për hir të marrëdhënieve dhe të fqinjësisë e miqësisë që kanë patur me Iranin dhe detyrimisht ato janë të dënuara që të bashkëjetojnë me njëra tjetrën në atë rajon, detyrimisht që shprehen të kujdesshëm, nuk kanë sesi në një farë mënyrë po I referohem shprehjes së Erdoganit që tha nuk mundet ne bashkë me Iranin të përgjakim vllazërinë shekullore. E qartë. Zoti Prenga, nga ana tjetër mendoni se po e përdor Irani fushën e tij raketore ndoshta si një kartë negociuese në skenën globale, pasi historia ka treguar se shpesh kapacitetet ushtarake përdoren ndoshta si një mjet ndikimi politik, por edhe diplomatik. Jo vetëm kapacitetet, po çdo mundësi që ka shteti për të ulur në tavolinë dhe për të realizuar synimet e veta, quhen dhe përdoren si mjete presione, dhe cili do vend nga do që historia na ka mësuar e ka përdorur me kujdes në fushën e diplomacisë së pari, në fushën e negociatave dhe të bashkëbisedimeve, po kur ato nuk kanë qenë të suksesshme, atëherë janë përdorur edhe nëpërmjet asaj që quhet luftë ose konflikt, me saktë realizimi I qëllimeve politike, por tashmë jo me bisedime, por nëpërmjet dhunës ushtarake. Pra me mjetet të tjera siç Clausewitz e pa të përcaktuar. Qartë, nga ana tjetër ultimatumi I vendosur nga presidenti I SBA-s Donald Trump zoti Prenga ndaj Iranit brenda 48 orëve për hapjen e ngushticës së Hormuzit, tregon nga një ranë presion maksimal në një afat të shkurtër. Mendoni se kjo është një strategji realiste apo thjesht nga ana tjetër kemi një lojë të rrezikshme të presionit politik? Unë do thosha që analizën më të saktë edhe perfekte, të paktën deri tani që unë kam patur mundësi të njoh, është analiza që I ka bërë me një letër të hapur që është drejtuar popullit amerikan ish presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në 2 mandate Bill Clinton. Analiza më e saktë, më e detajuar, duke marrë edhe skenaret e mundshëm, I e ka bërë dhe unë do tashmë ai vendim është marrë, por mënyra se si është marrë, mënyra se si paraqitet e njihet opinioni publik, I gjerë publik, dhe efektet që mund të ketë në të treja skenaret që ai përcakton, fatkeqësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës në arenën ndërkombëtare, jo drejt për së drejti në përplasje, do dalin të humbur. Kështu që ultimatumet të tilla do thosha kanë nganjëherë më shumë efekt negativ se sa pozitiv. Menjëherë pas deklaratës që bëri presidenti I Shtetit Bashkuar të Amerikës zoti Trump, ka dalë presidenti I Iranit dhe tha që ngushtica e Hormuzit është e hapur për të gjithë miqt, është jo funksionale vetëm për armiqt e Iranit. Ktu nënkuptonte që çdo gjë mund të kalojë, por duke bashkëpunuar me Iranin për të përcaktuar rrugët dhe drejtimet e lëvizjes së anijeve tregtare për të kaluar pa qenë nën rrezik dhe të goditura. Tu bëhet fjalë që edhe ato mina ujore që Irani ka vendosur, por edhe gjithë arsenalin tjetër që ka në xhir në pjesën lindore të ngushticës, I ka të kontrolluara dhe çdo gjë duhet mbajtur në bashkëpunim me Iranin. Ata përfitojnë prej kësaj, detyrimisht që përveç detyrimit për të ulur në bisedime, por edhe për të parë që fuqinë ose kapacitetin për të ruajtur apo për të lejuar transportin e ka Irani, natyrisht u bëhet fjalë pastaj edhe për aspekt ekonomik, që ka një taks për kalimin në këtë ngushticë. Për të marrë sigurinë, do paguash një taks. Pra, do të them që
ajo nuk është 100% e bllokuar. Pavarësisht rënies së sasisë së transportit, të anijeve të transportit nga kur ka qenë situata para se fillonte konflikti ose operacioni luftarak me periudhën e tanishme. Përsëri ka dhe ka patur çdo kohë, pavarësisht se janë edhe goditur disa anije kur ato nuk kanë zbatuar rregullat që Irani ka vendosur. Detyrimisht që si pjesën e kontrollit ajror dhe atë detar, edhe mbi Iran në përqindje të lartë e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, por kjo nuk mund të sigurojë asnjë nga anijet tregtare që kalojnë nëpër këtë ngushticë, pasi mënyrat e të vepruarit, jo nga forcat e armatosura iraniane, por nga garda revolucionare e Iranit. Dhe të gjithë strukturat që janë në varësi të saj, askush nuk mund të thotë që ka një siguri, sepse një motoskaf me 1 ose 2 mina detare ujore mund në çdo kohë të dalë nga çdo pjesë e një tuneli të vogël që mund të ruhet në pjesën lindore të ngushticës së Hormuzit nga ana iraniane dhe mund të godas anijet tregtare. Këtu nuk bëhet fjalë për anijet luftarake, sepse ato përveç mbrojtjes të largët kanë dhe mbrojtjen rrethore, mbrojtjen e afërt të tyre dhe nuk kanë rrezikshmëri. Kështu që në këto kushte në një përqindje të lartë siguria nëpërmjet Iranit. Po mbase këtu me këtë deklaratë që presidenti Trump ka hedhur dhe i ka vënë një afat kohore deri ditën e Han, deri ditë 24 në mesnatë 24-s, do të thotë që kjo është pastaj pjesa për të shtuar presionin dhe për të ushtruar presion më shumë mbi Iranin dhe për të krijuar një mundësi që ata të tërhiqen ose të pranojnë të ulen në një tavolinë bisedimesh për të nënshtruar një marrëveshje. Natyrisht sepse unë nuk e kuptoj edhe asnjëri në përgjithësi nuk mund ta kuptoj se çfarë ndryshoi brenda 24 orëve kur presidenti Trump deklaroi që po shkojmë drejt mbylljes e përfundimit dhe pa bërë 24 orë kohë jep një ultimatum të tillë që nuk shkojnë të dyja këto komente apo deklarata. Gjithsesi, bota është mësuar tashmë edhe me deklaratat që vetë presidenti i jep dhe me, si më themi, pa parashikueshmërinë e qëndrimeve të deklaratave që ai mban. Zoti Prenga, nga ana tjetër, sa të përgatitur janë aleatët për një operacion të shpejtë dhe efektiv në këtë zonë të tensionuar siç është ngushtica e Hormuzit? Unë besoj që deri tani nuk do të arrihet në pjesën e bashkimit të pjesës tjetër të aleancës me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për të bërë pjesë reale në konflikt. Ato 6 vendet e NATO-s që kanë bërë një deklaratë, kanë nënshkruar një deklaratë, ata mendoj se do të jetë faza e dytë në të cilën ata mund të futen për të siguruar ngushticën e Hormuzit. Pra pa prezencën ndoshta të Shtetit Bashkuar të Amerikës, me që nuk kanë marrë pjesë drejt për së drejti, kjo mund të jetë mënyra që do të takojë bisedimeve kur tulen diplomatike dhe kush do ta kontrollojë dhe si do të realizohet kontrolli dhe siguria e lëvizjes së anijeve të transportit dhe jo vetëm në xhirin në ngushticën e Hormuzit. Dhe kjo besoj do të jetë faza e dytë. Nuk besoj që do të futen këto vende drejt për së drejti në goditje apo në operacione luftarake, qoftë në xhirin e Hormuzit e aq më keq në thellësitë e Iranit. Sa e shndrueshme është, zoti Prenga, ekonomia globale në një situatë të tillë? Është tepër e vështirë dhe ata ekonomistët apo analistët apo si më themi shkencëtarët që kanë bërë çdo lloj analize për të parashikuar, është tepër e vështirë që të mund të parashikosh në detaje se çfarë mund të ndodhë në një goditje të tillë dhe në një zgjatje të këtij operacioni luftarak apo konflikti mes Shtetit Bashkuar të Amerikës, Izraelit dhe Iranit. Aty tashmë dihet se çfarë kapaciteti ka për botën energjia, siç është ajo me nëmjet naftës, gazet dhe shumë në produkteve të tjera. Gjithçka është e lidhur, mendoj unë, dhe po qëse do të zgjase, parashikohet që të mund shkojë situata më e vështirë se sa në vitet 70, kur tashmë ajo ka ngelur në analet e historisë si kriza më e rëndë që ka kaluar bota. Po qëse zgjat, do thosha që duke marrë për bazë mendimet e ekspertëve, të analistëve, të ekonomistëve, do thosha që mund vej edhe më e keq situata se sa në vitet 70. Pasi gjithçka
në mënyrë të drejtë për drejtë apo indirekte tashmë i ka dhënë efektet, do thosha, në të gjitha kontinentet, për sa i përket rritjes së çmimeve në mënyrë galopante. Nëse mendojmë para fillimit të krizës ka qenë $54 një barel naftë, sot ka me vajti kapi 114 në radhë 97, po është mi thënë rreth 100-s, do të thotë më shumë se sa i 100% rritja. E qartë. Mirë, zoti Prenga, për të mbyllur, ndërkaq mendoni se ka ndonjë plan real për të parandaluar të gjithë eskalimin e një konflikti që mund të ketë nga ana tjetër dhe pasojë globale? Unë mendoj se plane ka, por vështirësia dhe problematika e komplikacioni që ndron në atë se sa do të jenë të aftë për të zbatuar këto plane sipas atyre që kanë menduar dhe kanë planizuar përpara se të fillonte operacioni luftarak. Është e vështirë për të thënë se sa ato do të zbatohen, pasi situatat ndryshojnë aq